edhe nuk jam i kënaqur me përgatitjen profesionale të secilit deputet, po mendoj që ka deputet të zot, ka deputet të cilët janë për dallim nga lëvizja vetëvendosje që profesionist. Top 5 e votave, pra kjo është renditje në bazë të votave që i kanë marrë, është kryesisht listë me persona, antar, kandidat që kanë pas pozita. Përveç Glau Kunjufsës, që ka qenë kryetari i kuvendit, të tjerët kanë pas pozita në ekzekutiv. Partia Demokratike dallon, pra ka pas befasi, ka pas për shembull Arjan Tahiri është kandidat për herë të parë në zgjedhje të qendrore dhe ka dalë dyti me njëherë pas kandidatit për kryeministër, për Parim Gruda, po ashtu prej deputetëve të ri, Uran Ismaili që ka megjithatë një përvojë më të gjatë dhe po ashtu Sala Eshari që për herë të dytë ka zënë ulse në kuvend. Ç'a dallon tash vota e koncentruar në kandidat në PDK për dallim prej këtyre që kanë pas pushtetin? Natyrisht është handicap, sepse këta nuk kanë qenë në qeveri, Partia Demokratike, në një rënon, po në anën tjetër, kjo i ka jep edhe mundësi zotit Bedri Hamza që të përzgjedh njerëz të caktuar, fytyra treja, të cilat kanë shkollim të mirë, të cilat kanë pas një performancë të mirë, edhe mendoj që ka bo shumë mirë sepse Partia Demokratike në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të shkurtit ka pas një koncentrim të deputetëve nga 2-3 komuna dhe kjo e dëmton mas të madhe partinë dhe rreziku ka qenë dhe kum potencuar në disa debate tjera që rreziku ka qenë që Partia Demokratike të shkojnë në drejtim të një partije regionale që do të kishte qenë dëm. Zoti Hamza i ka forsuar i ka forsuar, i ka njerëz caktuar, tri, edhe sot e kemi këtë listë. Regionale e keni fjalën për Drenicën, rajonin e Drenicës. Njerëz kryesor. Ka të bëjë, s'është fakt kjo, Vishnes. Po na? Është më shumë përshtypje juaja se sa që fakt. Kjo janë emrat. Ka lidhje emrat. Ka shumë lidhje emrat. Ka lidhje emrat, mendoj që PDK ka shtrirje të madhe. Reprezentimi ka qenë jo proporcional. Nëse e shohim dhe nëse i ke pa njerëz deputet prej nga kanë ardhur, mendoj që ka qenë një dekurajim për antarët e partisë nga zona tjera, nga provinca tjera të Kosovës, sepse gjasat për të qenë deputet kanë qenë vogla. Dhe jo rastisht, zoti Bedri Hamza, njerëz si Arben Mustafen, për shembull, Arjan Tahirin, për Parim Gruden, i ka mundu me i shty për parë dhe për fat mirë ka pas sukses edhe sot e kemi në listë dorën zame.